Shqiponja 2 krenore fluturon në qiellin e Filadelfias. Në qiellin dhe rsheshin e Bashkisë së Filadelfias u ngrit përsëri flamuri kuqezi në një ceremoni madhështore që shoqata Bite Shqipes organizon çdo vit për komunitetin shqiptar amerikan, duke bërë simbolik krenarisë dhe unitetit kombëtar. Kjo veprimtari nuk është thjesht ngritje flamuri, është festë, është emocion, është rikthim të rrënjët me këngë, vallë, kostume kombëtare, me ndjenjë gjatë shqiptarisë që zbukuron zemrën e qytetit ku lindi demokracia amerikane. Ceremoninë hapi kryetari i shoqatës Drejtan Matraku, i cili përshëndetit pranishmit, falenderoi qytetin e Filadelfias për mbështetjen që urojnë 113 vjetorin e pavarësisë, duke theksuar rëndësinë e unitetit të komunitetit. Në këtë aktivitet mori pjesë zoti Charlie Ellison nga zyra e migracionit, një mik i vjetër i shqiptarëve, njohës i mirë i Shqipërisë dhe Kosovës, i cili lexoi proklamatën zyrtare të kryebashkiakës Sheryl Parker, që është shpalli 25 nëntorin si ditë e Shqipërisë në Filadelfia. Fjalë veçantë mbajti dhe Davis Gjusi, i cili rikujtoi sakrificat e të parëve tanë, rrugtimin drejt lirisë dhe kontributin e shqiptarëve në jetën e Filadelfias. Në përsallë u ndes atmosfera kuqezime, këngë valle nga gjitha trevat shqiptare, ndërsa flamuri ynë madhështor valvite krenar mbi bashkinë e qytetit.